Mirë se erdhe, dashur. Se u gjithë. Ndacimet pritën në studio. Si të kam? Mirë je? Faleminderit shumë që erdhe. Kënaqësia është e ime. Hajde të lutem të rehatohemi. Falënderim të dy fish që ke marrë rrugën për të ardhur deri këtu. Të lutem rehatojo. Faleminderit. Si shkoi rruga me çpyet? Avash, avash. Avash mirë. Ja ka ta fera me. Bukur. Ke një lidhje të veçantë me Kosovën? Si ndihesh kur vjen? Them drejtën, në shera e dytë që vi. Vjetë më ka sjell djali, pasi isha mirë nga gjendja shëndetësore, erdhëm familjarisht, po erdhëm deri në Prizren. Po, si të duk? Kaluam një natë shumë bukur, më pëlqeu shumë ajo pjesa antike. Po, e vjetra e qytetit, është e bukur shumë. Kisha, më pëlqeu shumë, të them të drejtën. Jemi kënaq me fëmijët, bile kemi ndonjë një natë. Super. S'donim piknim, kemi udhëtuar nesme, kemi ikur. Por në anën tjetër, uroj që të shpeshtohen ardhjet tuat këtu në Kosovë dhe në qytetet e tjera, por dalin prej teje, kosovarët vinë shumë në Durrës, siç e din, sidomos gjatë sezonit të verës. Ke takuar ndër vite shumë, ke bërë miq, se nga një herë edhe këto takimet më të rastishme, njeriu krijon miqësi të përjetshme. Them drejtën, nuk jam tip që dal shpesh. Sepse nga problemet shëndetësore që kam, e ruajnë qik veten, sepse u ha probleme familjes. E kuptoj, sepse ata janë me shumë merak gjithkohës dhe kanë sytë të këty. Merak të math. Bile sot më ka si edhe djali dhe vajza. Mami do të shoqërojmë ne. Gjë për cilën i falenderoj shumë, sepse e di që insistuan, dhe pse ne kishim shumë merakun, nuk donim që të lodhnim për ta marrë këtë rrugë. Ju falenderoj shumë. Shka nëjësia ime e madhe shumë, që më marrë pjesë në këtë emision kaj të bukur. Faleminderit. Se këtu vinë në çdo kusht. Po, ardhja ime e njeriu shumë të thjesht, e bën akoma. Dhe unë kam ardhur në këtë emisionin tuaj, sepse shumë motra, shoqe, vajza, dorëzohen para sëmundjes, por nuk është mirë. Ne duhet ta kapërcejmë sëmundjen. Duhet t'japim forcë në radhë të parë për fëmijët. Në radhë të dytë të rrisim niprit e mbesat që t'i gëzojmë edhe pak edhe ne. Edhe në radhë të tretë pastaj për veten tonë. Në radhë të tretë për veten tonë. Në radhë të tretë. Para është fëmija, mbi fëmijët nuk vjet asnjë gjë. Nuk vjet asnjë. Flas për veten time. Kuptoj. Të nisim pak, të kuptoj pak më shumë për fëmirin tënde, se si je rritur ti, ku je rritur, gjithmonë... Unë do flas me zëmër të hapur, qa kam brenda zëmër, do t'i them. Më vjen shumë mirë për këtë. Ti the, je njëri i thjesht, por njerëzit e thjesht kanë historit më të forta motivuese për të tjerët. Dhe më vjen shumë mirë që ju keni vendosur që t'jeni një motiv, një model për të gjitha gratë dhe burat në të njëjtën kohë, të cilët para një smundje ndihen të dobët. Pra, po thoja, i rritur në Durrës, një familje të madhe, si kanë qenë ëndrat e tua? Apo jo? Unë në Durrës jetoj. Në Durrës jeton tani? Unë jam lindur e rritur në Patos të Fierit. Prindrit i kam me origjinë nga Vlora, Lab. Edhe fëminia ime ka qenë Patos. Kam 2 motra të tjera dhe një vlla, 4 fëmijë. Po kemi bërë një fëmini shumë të bukur. Prindrit na siguronin çdo gjë, nuk më mungonte asnjë gjë që ishte ajo kohë. Dashurinë e jetës e takove në moshë të re? Po, vazhdova shkollën e mesme industriale në Fier për të mekanike. Për makinat, motoriste. Shkollë e vështirë shumë, po, e ka ta ferë. Që atëhere, isha guxim e kalova. Ati gjeta dhe dashurinë e zëmrës time që 18 vjeqe. 18 vjeqe. 18 vjeqe, 19 vjeqe, pastaja u martuam. Nga kjo martes, e nga kjo dashuri, kam sjell në jetë 3 yje. 3 yje. 2 vajza edhe një djalë. Por Zoti, flas për tani, më ka dhurua dhe 3 fëmijë të tjerë. 2 dhëndur dhe 1 nuse. Edhe unë kam 3 djem dhe 3 vajza. Nga 2 që ishim,
u bëm 8, tani jemi 14, sepse kam edhe 4 nipër edhe 2 mbesa. I paq me jetë të gjatë. Ata janë dashuri jeta jonë, që na i shtojnë çdo ditë. Unë harroj që jam sëmur kur kam ata fëmijë pranë. Në 86 jam martuar, në 92 u shkrin ndërmarrjet. Edhe një periudhë e vështirë kjo, për shkrin që preku shumë familje. Ngilëm pa punë, edhe unë dhe bashorti, kishim edhe 3 fëmijë. S'kishim as shtëpi, jetoni me kunati në një shtëpi. Po, do thuash s'kishim shtëpi, 3 fëmijë kisha unë, 3 kish kunati, po dashuri dhe respekt që kemi pat për njeri tjetërin, atë kohë, nuk e dine, nuk e ndjenim varfërin. Anim gjithë bashk, i risnim fëmijët bashk. Në 92-shin pasaja u detyrua buri, se dolëm pa punë, isha dhe vjerën me një pension 1400 lekë të vjerës. Nuk ja dilim dot me 3 fëmijë, u detyrua i ku në Greqi. Malit, meraku ishte sepse nuk mbriti apo nuk mbriti, sa atëre s'kish telefon, ai që ne të flisnim telefon. Ndërkohë ju po punonit diçka? Jo, s'kishte punë, nuk gje dot, u detyrova. Kam shit fara lule dielli. Për 3 fëmijët edhe për nenën që kisha në shtëpi. Sepse ishte pa mundur burit na dërgonte leko se ishte as ishte. Se ishte tjetër kohë atëri, telefona s'kishim fare as njeri. Kam shit fare lule dielli ti, po nuk e kam për tur fare, jam aq krenare që e kam bërë atë punti. Se i shikoja fëmijët ti të kur ushqeshin. Edhe kur flinin të qetë natën. Kjo periudhë vajti një 2 vjetë. Vetë burë, vetë grua. Kisha barën në shtëpi në mosh 27 vjeqe. Kam qenë e re. As 27, jo, 25 vjeqe kam qenë. Edhe në shtytë një 2-3 vjetë, në 96-ën, unë e ndjeja, së mundja nuk vjen me njerë, nuk vjen bam-bam. Po themi atë që është flasim. Vjen pak nga pak, po njeriu nuk e kupton. Vipi temperaturë 40-41. Thash, qa që kjo? Vete te doktori, më tha jem efton më zonjë. Për fat më erdi, më mori mamaja dhe vlaj, se bashorti nuk e kisha. Më ka ngrit vlaj në kran, edhe më ka qua në spital, në fjerë. Më bën një ego, tha, o zonjë, tha, ty të dhëm shprejt ka në kraun e djath. I thash, në majtë. Doktor më fali, thash, po unë e kam dhimbjen edhe një mas që e kap me dorë, unë e kap këtu, në kraun e djath. Shprejt ka s'më dhëm fare. Me ida të kaloj një javë me zorë zbriti temperatura. Filloj telefonata në post. Në dërgon buri numri neve që nga Greqia edhe venim të posta. Një herë në muaj që të flisnim, a i nga priste atje në post, neve të post të flisnim. Edhe i them të lutem, hajde dhe më merë bashkë me fëmijet, se ndryshe, o hajde riktu, ose hajde nga merë, se unë nuk jam mirë nga shëndeti. Vemi, më merë, vemi në Greqi, në ishull atje, gjuz, dhja fare të flisja, as një fjallë. Drejtë në biri, as një fjallë. Mas 3 muajsh... Ndërkohë kishe shqetësime të tjera me shëndetin, po ndjeje diçka që... Po ndjeja këputje, ndjeja këto, po ja thosh, aha, se nga lodhja, nga fëmijët, se fëmijët e vegjël edhe... Kur vajta në Greqi, unë vajza ka qenë 8 vjeqe gjysë me madhja, 7 e vogla, 5 vjeqe kam pa djalin e vogël, të vegjël. Edhe detyrojmë i fillojmë një punë, filloj punë, se tani ishim pa shtëpi, pa duhet ndihmuar familja, duhet punonim të 2 se zben. Edhe filloj një punë, pastruse. Edhe në dark, pjatalarse, në një lokal aty afër shtëpisë. Pas 3 ditë që fillova punë, fillova një dhimbje të tmerrshme, prandaj them së mundja nuk vjen tak-tak, vjen avash-avash. Filloj dhimbja sa vajti barku në muajin e 9. Më merë bashorti direkt, më qonë në spital, më nisin Athinë. Direkt, se jetonim në ishull. Me helikopter në Athinë. Lash 3 fëmijët e vegjël, vetëm. Vetëm. O, Zot, nuk ka dhimbje më të madhe edhe gjë më të për një nën kur lë fëmijët mbrapa. Sepse nuk e dija, do kthehesha më te fëmijët apo jo. Isha një vajzë e re.
3 fëmijë të vegjël, bashorti, ishim të familje e re. Po. Desh zoti, ikëm në Athinë, mi ndihmuan shumë fëmijët grekët. Kisha komshi shumë të mirë grek. Dhe duhet falenderoj dhe motrën dhe burin e motrës, motrën e vogël, burin e motrës, që mi dolën krah fëmijë. Ata s'kishin fëmijë, ajo ishte 18 vjeçe për vete motra. S'kishin fëmijë dhe mi mblodhi të 3 fëmijët, sa unë kam dhënë 2 muaj në Athinë. Në gjatë asaj kohe, ajo po kujdesej. Operacionit, edhe 1 muaj mbas operacionit, se operacioni ishte shumë i vështirë. Çka të thanë në Athinë? Çka ishte problemi? Ti ke një mas, ke një tumor në park, dhe kjo do hiqu pa tjetër, por nuk më merrte njëri për sipër. Nuk më merrte. Isha e vetmja shqiptare në atë kohë që i gjithë spitali, isha e vetmja shqiptare që ishte sëmur. Edhe më kanë ndihmuar shumë spitali, ti kanë paguar vetë lekët të çdo gjë dhe mi kanë bërë privat që nxorën diagnozën. Diagnozën e saj. Ta zonjë ti ke një tumor do hequr. Më hoqën tumorin. Po si ishte e keqja e kësaj? Tumori ishte një telefon në barë, sa pa ngrën papir, sa e veçuar nga organet e tjera, e hoqën. Po thamë ti nuk është e keqja jote tumori, se tumorin e hoqëm ne, po ti vua nga një sëmundje shumë e radhë, e zorve. Dhe shumë pak njerëz se kanë këtë sëmundje. Që kështu, tha, do ta vuash tër jetën. Kjo ishte një si bomë që është kjo, sëmundje, që se njojnë, së është si gjithë të tjerët. Qa mendove në këto sekonda? Qa mendova në ato sekonda, mojti vetëm fëmijët një, edhe nga që kisha prindrit, edhe për 2 prindrit e mi. Që si doj përjetojnë ata këtë, se vajzëre 27 vjeçë isha. Në ato momente dhe fëmijët, o Zot, thosha, o Zot, më ndihmo vetëm më kthete fëmijët, se doj përballoj çdo gjë, do duroj çdo dhimbje. Desh Zoti u ktheva. Fëmijët u kujdese që të mos e kuptojnë për ti mërzit, edhe pse të vegjël, për të mos i shqetësu ndër vite, e dinin ata për çdo gjë që ti po trajtoheshe? Por ishin të vegjël, kur kam i tumorin, unë edhe doli sëmundja, unë nuk dhe të punoja as një ditë. Nuk duhet të ngreja një bidon ujë. Unë kam punuar 7 vjetë, sepse fëmijët i kisha të vegjël, ekonomik, donin të ngrinim ekonominë e shtëpisë, donin të blejmë një shtëpi, që fëmijëve të mi mos të mungonte më ushqimi e tjerë. Edhe punoja, nga ora 7 deri në 7 të darkës, punoja, pastroja 3 shtëpi. Dhe pasaj në 7:30 me autobus veja tek eksiatoria, si thonë, në restorant. Edhe deri në 8 deri në 4 mëngjesit punoja në kuzhinjere. Edhe aria 3 orë gjumë. Kjo ishte një sakrifis shumë e madhe, shumë. Shpirti im e di, po njeriu kur do, i realizon të gjitha. Po pati forcë dhe kurajo, i realizon të gjitha. Duke u rritur fëmijë dhe duke kuptuar, sepse unë nuk veja vetë, unë nuk vajta vetëm një herë në spital, edhe u kalua. Unë gjdo vit, veja 2 herë në vit, e kishim program spitali, 2 herë në vit duhet shtrosha nga 15 ditë që të bëja gjdo analize, ilacet gjitha aty, dhe plus më jep një 6 muaj ilacet me vete në Greqi. Edhe në prill dhe në tetor, unë kurohesha në spital. Edhe i lija fëmijët vetëm, po në atë kohë unë dia fillova dhe gjuan. Edhe nuk e kisha aq merakun e fëmijëve aq shumë, sepse i bande bashorti, gjuhën e dija dhe beja bërshëtimet e mija, kisha një 2 shoqe. Ato ishin si mamatë mija, se unë isha fëmijë tyre, ato më vinin më në spital, më ndihmonin atje, me çdo gjë. Edhe që kështu prandaj kisha dhe forcë dhe kurajo që e kalova këtë periudhë. Në 2003 pastaj u rritën fëmijët, u ktheva për në Shqipëri se më mori Vjera në telefon, se faktikisht ekonomia ishte atje. Kishin punën, të ardhurat, fëmijët të rritë, ishin shkolloheshin, ushqimi su mungonte, të flasim atë që është e drejtë. Po, kisha maman e bashortit, e kisha përsipër, mbi vete, kur ikëm e lam në Shqipëri, këto. Edhe bie nenës, apo deshe nenën hajde, tha se unë nuk jam mirë, tha mund të mos më gjesh.
Vajta bizetova me burin dhe me fëmijët, thash, turpi madh për ne mos të kthehemi, ajo tani na i ka nevojën kur të vemi ne, kur na rofshin lekët, pastaj kur nuk i bëjmë do 12 nënës. Ajo është nëna i shtëpisë. Edhe deshën s'deshën u kthye. Zemra ime, ndërkohë, martova dhe 2 vajzat. Më ngeli vetëm djali. Në 2006 më fillon djali punë në një supermarket. 3 muajt e Bearit, mbaroj klasën e 8. E pa që familja se mbaruam shtëpitë, buxheti i ra, buri punonte ndërtim, po me një krah pune, nuk ja dilim dot, edhe u detyroam. Sa i tha, mami, unë do punoj, tha, të ndihmoj babi. Edhe filloi punë, 14 vjeç. Djali mbar. Në 14 vjeç djali më filloi punë, vajzat i martova të dyja. Ky më ngeli. Nga 2004 dhe në 2008 vjera më kaloi një skleroz. Po brenda kësaj periudhe, mua më ra një bombë tjetër. Më tha doktori se në 96-ën që jam operuar edhe në 2006-ën, 10 vjetën, tha, zonjë kujdes se pas 10 vjetë regenerojnë qelizat edhe juve mund të keni probleme në 10. Edhe fiksë 10 vjetë, unë diastikohem nga gjoksi. Edhe jo 1 vit, 3 vite radhë, zëmra nënës. 3 vite radhë, unë kam heq masa. Edhe duke i shërbyer edhe vjerës me një dorë, me një krah. Nëna e shtëpisë, edhe e sëmur, edhe shërbimin do t'ja beja. Për këtë, u tregove fëmijëve kësaj radhe? Të them të drejtën, nuk u kam treguar fare. U kam thënë vetëm ditën që kam ikur për operacion. Unë i kam, si thonë, traftuar, gënyer, vajzave jo njerë, se ishin me fëmijë, po as djalit, as bashortit, se i punonin. Unë thosha do t'a përballoj vetë. Unë do t'a ha dhe këtë ratë sëmundje, nuk do maj sëmundja mua, do t'a ha unë. Edhe vinde darka, shumë të nesme kisha operacionin, i thosha, biri nënës, do vini me mua nesëri, unë se unë jam për të operua nga gjoksi. Atyre u pinte bombë. Po unë thosha më mirë ta kenë bombën një ditë, se sa të vuajnë 1 muaj me mua derisa të vi dita. Sepse, jo se nuk e kishin për krajën e këtyre, unë i kam, po do vuanin dhe ata bashkë me mua. Unë nuk e doja që fëmijët e mi, ose bashorti im, ose prindrit e mi, nuk doja që të vuanin ata një me mua. Jo, vuajtjen unë do t'a kaloj vetë. Unë atyre do them ditën e fundit. Ditë e fundit, mbaron të operacioni, dilte me sukses, kaq. Edhe ky shkoj me sukses. Shkoj me sukses. Vajtën 4 operacione në trup. Në 2014, do vi të flas, sot ka marrë të flas për veten time, që njeriu po të doj, bëhet shumë i fortë edhe i kalon sëmundjet. Në 2014, unë diagnostikojmë prapë, duhet hiqja mitrën, se me ishbush plot me tumor. Ishte operacioni pest. Të them të drejtën, kjo më rasi bombë. Të tëra mua më janë mbledhur. Pastaj thash, më falo Zot, se di kujt ja jep. Ti ja jep gjithmonë sëmundjen, hallet, çdo gjë ja jep njeriu të fortë. Se e kupton që ai do i përballoj, edhe do dali me sukses. Edhe thash, hyra në gjuna, pse thash kështu, lere, unë do ta kaloj edhe këtë. Edhe megjithatë, vajta në shtëpi djali më nuk doja t'i tregoja, faktikisht edhe djali, tha, mami, ti ke një hall, jo, trego se ti nuk tregon. Desha s'desha i tregova, biri nënës thash, unë këto, u mërzit, edhe më tha, mami, tha, unë do iki në Greqi, do punoj për ty në Greqi, tha, sepse na duhen lek, tha, s'dit si të merë operacioni më brapa, tha, motrat janë martuara, unë nuk dua, tha, që ti ngarkoj dhe motrat, për detyre ka mu, tha. Imagjinoj, djali ishte 15 vjeç, ti një vogël. U detyro me zemrën ime. Iku në Greqi, kur ka në shtator, se duhet prisja, se nga që problemi ishte shumë serioz, isha shumë anemike dhe nuk mund të bësh operacioni, duhet të kalohesh që të rritesh një ruazët e gjakut që në arrita në shtator. Më vjen djali nga shtator, mi dorëzon gjitha lekët në dorë, shpirtin në nësë. Mami janë të tuat. O Zot,
Unë më mirë të kisha vdekur ti kur thash, unë ha lek të djali që po më punon fund botës. Edhe më punon dhe këtu dhe shkollë dhe punë. Edhe unë po i marrë këto lek. Pse? Pasaj më tha, pse, tha. Më rëndësi kanë lekët, mami, tha, apo ti? E mblodha mendje, thash, mos e prish zemrën kalamajve dhe ti do të bësh këtë operacion, e do e dalësh me sukses, sepse ke për ta fijuar, ke për ta martuar. Djalin. Pastaj Zoti li të bëj çfarë të doj me mua. Unë do të bëj këtë. Atë natë që bëra operacionin në mëngjes, në darkë jam futur në operacion të dytë prapë. Brenda ditës 2 operacione, vajtën 6 operacione. Kaloj. Me vështirësi, me durim, me forcë, kam ngrënë veten me dhemë, nuk kam nxjerrë zë. E kam kaluar. Por, sëmundja që unë kam në zorë, është shumë e pabes. Më zë, çdo minutë, çdo sekond, çdo, si ta them, gëzim, hidhërim, çfarë do gjë, ajo pa pritur fare. Flasim bashkë tani ne, po flasim qetë. Unë mund të mos ngrim nga vendi. Larg qoftë. E kam llafin që aq keq që kam. Kuptoj. Ajo është një sëmundje që sëmuret kur i do qefi asaj, sepse zorët e mia janë jashtë asaj. 3 veta kemi gjithë Shqipërinë, neve nuk e di, është shumë e randë për botë, thënë. Mua më ka gjetur, fati im do të kalojmë. Edhe unë kam 30 vjetë që bashkjetoj me këtë sëmundje. 30 vjetë. E luftoj. Ka u thua njerëzve që kanë dëgjuar historinë tënde, pasi edhe të shkruajnë edhe të thonë, unë sot, apo dje, apo javës që shkoj, kam marrë një diagnozë. Të çfarë do lloj sëmundje? Cili është mesazhi që u jep? Mesazhi im është, duhet buzëqeshni. Duhet falenderoni Zotin, se ai na jep, ai na i merr prap. Edhe duhet bëjnë të forta. Çdo gjë kalon me buzëqeshje, me trimëri, me forcë në vetvete, se sa do të jep fëmia. Fëmia është mbështetje, familja është mbështetje, po lufta e një fitoreve që duhet fitohet pa tjetër është vetvetja. Edhe në qoftë se ti e ke atë forcë, e ke atë sakrificë, për të ecur përpara duhet luftosh. Duhet ta marrësh me pozitivitet. Jo, o bobo që më gjeti, o bobo pse mua fare. Do thuash, më merr të keqen më i sëmundje, unë do të ha para se të më hash, sa unë kështu them për veten time. Unë do të ha sëmundjen, jo të më haj. Se si, kur e përmende djalin, ai është rritur, është martuar, biles nusja e ti se ndan nga vajzat e tua, si që më thënë në fillim. Këtu do dilja, po... Jam edhe ngusht me minutat, andaj dua që të jam nga fundi krejtësisht. Dua që ta përmend pa tjetër këtë, që ajo është një nga mbështetësit e tua më të mëdha, bashkë me djalin, kuptohet pa tjetër edhe vajzat, por kur je për tyre edhe në momente të tilla, sot me dashurinë edhe të dvegjelve si gjyshe, të shtohet, a është ky vendi ku e gjen ti forcën? O, Zoti madh, ata janë jetë, ata janë dashuri, ata janë forca. Ata nuk më lënë të ndjej që unë kam dhimbje, unë harroj fare që kam dhimbje këto moment. Vetëm nga dashuria për kujdesja e fëmijëve, e nipër me besa e familjes. Sepse do thuash ti që unë kam dhe 2 vajza, unë shpirtë, janë të shpirtë të shpirtë mi, po nusja e djalit është vajzë kaluar vajzës. Unë e duan qik më tepër se vajzat, e them troqë, se e duam tepër, jeton me mua. Ka 10 vjetë, natë, ditë, e sëmur, mirë, qaj unë qanë ajo, jam sëmur, unë sëmur dhe ajo, edhe e gojambël, është dritë, është mbrekulli, dhe për këtë falenderoj prindrit. E saj, ha? Prindrit e saj për atë edukat që i ka dhe më vajzës tyre. Ne kemi 10 vjetë, nuk kemi këmbë një fjalë kaq. Edhe unë mase jam dhe në një qikë nën këshu, kam vojtu vetë rinin edhe nuk dua ta voj vajza me djalin. Se ata të dy janë vajza dhe djalim. Unë s'bem penges për asë një gjë.
Mbaj vendin tim. Njerëz... Për ndim, unë ndimoj. Unë mbaj vendin tim. Ajo është e re, djali i ri. Pse duhet të nxjerrun ato të mia, mentalitetit tim, se unë sot jam 60 vjeçe. Ata janë nga 30 vjeç. E kanë jetën para. Ta ndërtojnë jetën si duan vetë. Litirisin fëmijët si duan vetë. Nga nëna e babai kanë vetëm ndim. Nga mua ata kanë vetëm ndimën, dashurinë. Ti u jep shumë forcë atyre, thënë të drejtën. Jam e bindur për këtë, dhe ti je një grua shumë e fortë për të marrë shembull se si duhet kaluar. Jo këto imcirat për cilat nga njëherë njerëzit kur nuk përballen me problemet shëndetësore i bëjnë shumë të mëdha, po edhe për ata që po përballen edhe po vuajnë nga një smundje. Faleminderit shumë që erdhe. Dotrosja, operacioni fundit, para një muaj gjysmë, unë kam hequr tiroidet. Ky ishte i sati i bie. I shtati, edhe unë kam një muaj ca ditë, thash, unë do vete, unë do të hadhe këtë smundje, s'kam as një gje. Se kam hequr ongot brendajt me gjithë tiroide. Për mua, ka rëndësi që e gëzoj ditën, nga dita në ditë, dhe falenderoj Zotin për çdo ditë që mund gdhijem në mëngjes, edhe që ndija të dashuri. Tani në jetën ai ka shkruar të tjetër kusht. Neve do mundohemi ta gëzojmë sa më mirë. Duke dhënë dashuri fëmijëve, edhe gjithë njerëzve që na rrethojnë. Faleminderit shumë që ke marrë rrugën për të ardhur këtu në studio. Faleminderit. Dhe uroj të kesh shëndetin e të jesh kaq pozitive, kaq e dashur. Faleminderit shumë dhe je shumë e respektuar. Jam shumë e nderuar që kam ardhur në këtë studio. Kënaqësia ime, të lutem. Tani do ta mbyll edhe me juve, Arber, ndjes për kohën, por do ta mbyll takimin duke ju dhënë edhe